thot një shprehje vjetër kineze, ku samiti i NATO-s i Ankaras, i cili sapo u mbajt, doli me disa përfundime të rëndësishme. Ju si njohës i mirë i çështjeve dhe sfidave të sigurisë, mund të lexoni diçka përtej rreshtave që u bën publike nga deklarata rezoluta përfundimtare? Përfaqësuesit e NATO-s preferojnë ta quajnë NATO 3. NATO 1, ose NATO e parë ishte NATO e luftës ftohtë. NATO e 2 ishte NATO e zgjerimit në Europën, lindore në vitet 90 dhe vitet 2000. Dhe NATO 3 është rikonfigurimi i NATO-s dhe më tepër i rolit të shteteve anëtare, sidomos pas luftës në Ukrainë. Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo vetëm në periudhën e presidentit Trump, edhe përpara atij, që nga koha e Obamës, kanë kërkuar nga vendet anëtare europiane të NATO-s që të kenë një kontribut më të madh, pasi kontributi në NATO ishte disproporcional. 80% e kontributit në NATO është i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që Bashkimi Evropian dhe Kanadaja bashkë si ekonomi më e madhe se sa Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe si popullsi më e madh. Pra kapacitetet janë aty. Plus që teatri i luftës, nëse do të referohemi, është në Europë, nuk është në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës duke qenë fuqi globale, kanë interesa globale, që kryesisht shtrihen në linjën e largët në raport me Kinën, por edhe më afër kontinentin e tyre në kontinentin e Amerikës Latine dhe Amerikës Qendrore. Në këtë këndvështrim është e logjikshme që Shtetet Bashkuara të Amerikës të kërkojnë rritje të kontributit të vendeve anëtare për disa arsye. E para, për të quajtur një kontribut proporcional me peshën e gjithë secilit. E dyta, për të lënë mundësi hapësirë Shtetet Bashkuara të Amerikës që të përqendrohen në rajone dhe pika tjera të globit.